ka falsifikuar. Nëse është i falsifikuar, cilat janë mëdhëtimet? Ka përgjegjësi penale për falsifikim të dokumentacionit zgjedhor për këtë dorë. Ngelet për të verifikuar. Okej. Por përgjithsisht ata të cilët janë të autorizuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve janë bërë me dije si emra KZAZ-ve, KZAZ-ve kanë përcjellur komisioneve të qendrës votimit. Detyrimisht në ambientet e qendrës votimit dhe në ambientet e numërimit, vëzhguesit e akredituar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kanë të drejtën për të qenë prezent si gjatë votimit ashtu dhe gjatë numërimit. Zoti Celibashi, për të qartësuar, qytetarët ishin qytetarë që janë qytetarë me të drejtë vote në këto qendra votimi? Këtë ta them dot se nuk e di, domethënë kanë qenë votues, ose verifikojmë dot se i bie të pyesim të gjithë ata që kanë qenë aty dhe është një gjë që ne nuk mund ta bëjmë edhe pak e vështirë për të arritur një konkluzion për raste konkrete. Por e rëndësishme është që të kuptojnë mirë mesazhet si nga përfaqësuesit politik, po ashtu dhe nga vetë votuesit. Zoti Celibashi, sot priten edhe 2 ngarkesa të tjera me vota emigrantësh, me zarfe votimi. A mund na thoni një shifër se sa eksaktësisht për të patur një pasqyrim se sa mund të shkojë numri në total? Për momentin nuk e kemi se sa është numri i dokumentacionit zgjedhor që do të mbri nga jashtë sot. Po besoj, gjykuar nga trendi shifrave, besoj që do të kalojë mbi 200.000 në total numri i votuesve nga jashtë. Zoti Celibashi, teksa ne flasim vetëm pak metra për te jush është një kandidat Muslim Urizi. A është normale që të ketë prezencë kaq të shtuar të kandidatëve pranë qendrave të votimit? Sa po e thash, përfaqësuesit politik, kandidat për deputet nuk kanë asnjë arsye të përligjur për të qenë në ambientet e qendrave votimit. Dhe me sa shoh zoti Murizi nuk është në ambientet e qendrës votimit. Pra në qendrës së votimit distanca do duhet ta masim është 150 metra apo jo. Por është e rëndësishme në ambientet e qendrave votimit nuk ka asnjë arsye të kuptohet, nuk ka asnjë arsye që kandidatët për deputet të jenë aty. Janë 2046 kandidatë për deputet, mendoni sikur gjithë secili prej tyre të shkonte në qendrën e votimit. Është komplet pa sens nga çdo pikpamje. Një vlerësim për sa i përket përqindjes së pjesëmarrjes deri më tani? Nuk di ta them këtë, bëni më mirë ju analizën se si është përqindja në këto zgjedhje me zgjedhjet e kaluara, por për ne është e rëndësishme që procesi është duke ecur mirë. Nxisim gjithë qytetarët që të marrin pjesë në votime, pastaj është zgjedhja e tyre se për këtë do të votojnë. Faleminderit. Faleminderit. Të lutem, personi me